Raiffeisen Bank International dhe Raiffeisen Bank Shqipëri në partneritet me Korporatën Shqiptare të Investimeve organizuan me sukses në Vjenë forumin Shqipëria Horizonti i Ri. Qëllimi i këtij forumi ishte të prezantonte dhe promovonte Shqipërinë si një destinacion strategjik për investime dhe një qendër rajonale për rritje të qëndrueshme, inovacion dhe bashkëpunim përtej kufive. Duke bashkuar zyrtar të lartë të qeverisë shqiptare mbi 100 kompani nga vendi dhe bota, si dhe përfaqësues të institucioneve ndërkombëtare, forumi theksoi kapacitetet në rritje të Shqipërisë në sektor si energjia rinovueshme, infrastruktura, turizmi dhe pasuritë e paluajtshme, si dhe ambientin gjithnjë më miqësor për zhvillim biznesi. Prania e kryeministrit të Shqipërisë, Edi Rama, së bashku me një delegacion të lartë politik, nënvizoi angazhimin e vendit për të krijuar një mjedis të qëndrueshëm dhe të rreqës për investimet e huaja. Valeri Brunner, antare e bordit drejtues për marrëdhëniet me klientët, korporat dhe institucionet financiare në Raiffeisen Bank International, u ndal tek mundësitë reale të investimeve. Për ne si RBI, shumë nga klientët tanë e shohin Shqipërinë si një mundësi reale investimi që po zhvillohet. Shqipëria po rrit me shpejtësi kapacitetin e saj në inovacion, e mbështetur nga partneritetet me vendet e Bashkimit Evropian. Në fjalën e tij, Christian Kanakaris, drejtor ekzekutiv i Raiffeisen Bank Shqipëri, u shpreh: Në të ardhmen, do të vazhdojmë të rritemi dhe të kemi këto pozita të forta për të mbështetur ekonominë, siç kryeministri Rama tha për turizmin, energjinë dhe sigurisht bujqësia e veçanërisht agroturizmi. Edhe përfaqësuesit e qeverisë shqiptare vlerësuan forumin e investimeve të mbajtur në Vjenë. Krijojmë një ambient sa më miqësor me biznesin, me investitorët dhe me atë që do të jetë shumë shpejt një kapital shumë i domosdoshëm për Shqipërinë që ne po ndërtojmë, dhe kjo fal bankës Raiffeisen. Me Banka Raiffeisen në nivel ndërkombëtar dhe Raiffeisen Tirana, i dham një format shpresë interesit të më shumë se 70 kompanive të cilët janë kolos të zhvillimit në vendet e tyre në Evropë. Forumi Shqipëria Horizonti i Ri është hapi i parë i kësaj iniciative. Eventi i dytë që do të mbahet në Tiranë do të njoftohet së shpejti. Ky aktivitet do të fokusohet në promovimin e mundësive të investimeve rajonale përmes vizitave në terren, sesioneve të dedikuara për industrinë dhe rrjetëzimit me aktorët kryesor të interesit. Elona Koçi, antare e bordit për korporata në Raiffeisen Bank Shqipëri, u shpreh: Mbas një eventi shumë të suksesshëm në Vjenë, ju mirëpresim të gjithëve në eventin pasues të Albania New Frontier në Tiranë.